Të ndërrozër, çka nuk kupton me respektu prindërit? Çka nuk kupton domthonë me qenë të edukuar karshi prindërve? Nuk kupton domthonë mas pari komunikimin e mirë, fjalën e mirë, me di ç'sh me fol me ta, me di ç'sh me i thirr. Sot dëgjojmë domthonë forma ndryshme që nuk tregojnë edukatën apo me prindin, me thirr me emën, hey, e kështu me radhë, këto s'janë shprehje me prindin. Kemi shprehje të bukura që me to ti komunikon me babën e me nonën. Nuk ka emën më i bukur se emri nonë, se emri babë. Emën të bukur janë këta. Emën që tregon realisht edukatën, emën që tregon realisht raportin, njerëzillëkun, besimin në Allahun te barekuhu teala. Prandaj thirrja atyne, komunikimi me ta, qysh folti me ta. Prandaj Allah xhallahu ala tha: "Wala tanharhuma", mos i refuzo, mos i qërta, mos fol keq me ta, "Wala takul lahuma uffin", madje as uff mos u thuj, nëse ata kanë kërkesë ndaj teje. Shiko, as një revolt minimale, uff me thonë është ndaluar. Besimtari duhet me zell me u përgjigj thirrjeve dhe kërkesave të prindit të tij. Prandaj nga edukata është komunikimi i dur, thirrja me emrat më të bukur, apo fjalët më të mira me i përzgjedh kur fol me prindin. Toni tjetë i ult, toni tjetë normal me prindit, jo toni ngrit, jo zoni ngritur, larga saj, nuk van. Nga se kjo është mungesë e edukatës me prindin. Gjithashtu nga edukata me prind është t'i përgjigjemi kërkesave të tyre, thirrjeve të tyre, kur thirrim ju përgjigj. Madje krejt çka kemi i lënë, pas diçka që është domosdoshme, kuptim të rrezikut, përndryshe gjitha me i lënë e mi u përgjigj prindit. Thirrjes së tij mi u përgjigj. Sot për shembull e thirr në telefon, e shet që është baba, e shet që është nona, haj se ka vakt, kush e di tash diçka po lipi meje, s'kam vakt. Është edukat kjo. Kjo është edukat me lënë prind me prit disi ti kën qefet e tua atje, e kafet e tua tani në fund më thirr nonën e babën, më kishe pa thirr valla atë. Jo valla, edukat është më herë, krejt çka ka urna, apo dy diçka, a duhet diçka. Ç'kjo është? Pas mush me konë dikun se kënije diçka, nuk po flas për raste e jashtëzakonshme, po në raste normale të zakonshme, besimtari i përgjigjet me njëre. Nëse ka mundësi mendjen me shko, nëse do të më fal, a bën pak më vonë, kërkon falje, kërkon leje. Që kjo është sjellja e duhur, me u përgjigj thirrjeve, edhe me i zbatu kërkesat e tyne. Kanë kërkesa caktuar, duhet me i zbatu ato kërkesa.